Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Shtunë dile. Check it out. Vikendi që lan pas, po besoj që ka qenë kryefjala në Ferizaj sa i përket ngjarjeve sportive vendore, sepse është zhvilluar Kupa e Kosovës në handball. Aty fitues doli ekipi i Kastriotit, një ekip me shumë traditë në handballin ton, edhe sigurisht për këtë arritje të klubit në fjalë do të flasim me një prej handballistëve më të mirë të klubit, Lulzim Shabani, i cili ka më treguar eksperiencën, sepse më vërtet ka qenë një ngjarje jo vetëm sportive në aspektin do të thotë garues, por ka qenë edhe një spektakël edhe në palestër me atmosferë të jashtëzakonshme dhe gjithçka tjetër, po besoj mas mirë kam na kallëzu Lulzimi. Lulzim, se kjo ardh. Faleminderit për ftesën, mirë u gjeta. Kënaqësi më kon këtu. Patjetër është kënaqësi edhe jamja. Po du me nis të aspekti atmosferës, sepse janë shpërndar shumë fotografi, shumë video, ka qenë po mdoget një vule, duke treguar që definitivisht Ferizaj e ka mbajt atë traditën në sportin e handballit edhe arriti me triumfu në kupë, në garën, domethënë paraprakisht para se edhe përfundoi edhe kampionati. Tregom pak a shumë a ke pritshme që kjo atmosferë, sepse nuk kemi pa të paktën një kohë të gjatë në handball, një atmosferë, një organizim i përgjithshëm i kësaj gare. Po joni, pak a shumë e kemi pritur këtë numër të madh shikuesve, duke orë pi vitit kalum kur prej kohës të gushtit kur e kemi marrë klubin, ta them ashtu, me një përgatitje shumë të mirë, edhe kemi filluar gjitha gjonat në rregull, me shtopin teknik, me lojtarët, me gjithë kemi kënaqur pe punës së bordit, cilët e kanë bën në mënyrë fenomenale. Kjo 80% që i kësaj vule që ka ndodhur këtë vikend është edhe loja e fundit që kemi pasur në garat evropiane në shtator ose tetor nëse zgaboj, kundër ekipës nga Tuzla, kur e kemi porë që veç Ferizaj vuan për mu kthye ai handballi legjendor, ai ish burci këtyne herët, e kështu që kemi besu maksimalisht që ky vikend ku më na pru neve as shumë njerëz, sa që kanë më na kënaq si neve, po dhe gjithë Kosovën duke marrë parasysh që qytetet e mëdha si handballit, të thonë pimas luftës si Peja, edhe Prishtina, edhe Trepça, edhe ekipa tjera duke mos i nënçmuar, kam posur non-stop në ndoshta edhe arritje, por numri i shikuesve kanë qenë jo shumë i kënaqur. Duke marrë parasysh që edhe kupat, edhe shumë titullin, edhe shumë gjona tjera janë organizuar për qytete të ndryshme, po Ferizaj edhe provimin edhe deklaroj edhe vërtetoj me një fjalë ashtu që me të vërtetë është qyteti i handballit edhe qytetarët e Ferizajit vuajnë për mu kthy ky Kastrioti i cili ka munguar gati që 20 vite. Definitivisht. E the në fakt para intervistës që është bërë një organizim i ri me një bord të ri, me njerëz të ri të cilët kanë treguar edhe energji, po flasim tash pak për ndeshjen, a pat emocione ose a vretën emocione të ekipit juaj bashkëlojtarëve se ka njerë mbështetja vendase mund me pasë një counter efekt, domethënë të jeni kohë gjatë sportist, ke pas mundësi me lujt domethënë në atmosfera ndryshme ose publika ndryshme, po kur luam para publikut vendas është edhe përgjithësi, por në tjetër ndoshta ka plyn emocion. A u vret kjo ndoshta në fillimin e ndeshjes ose ndoshta u kundër kësaj që po them, ka qenë shumë motivuese për juve? Jo, e kishëm me drejt. Kjo ka ndodhur veç lojën e parë kundër Aovecin, gjysmëfinalen e parë domethënë të shtunën, kur kemi pos një farë gërçin ato 10 minutat e por, se pa morë parasysh se e preti që komo një atmosferë shumë e zjarrt, pra po konë diçka jashtëzakonshme që asnan ne ka kalu pak ato limitet tona. Edhe një 10 minuta me të vërtetë kena pos një farë gërçi që hey, o djem ka jemi edhe çka do ndodh se shumë njerëz, shumë atmosferë impozante që na ka kënaqur me të vërtetë. Po normalisht na jemi gjenerot pak më e pjekur, kemi më shumë eksperiencë duke krahasuar me ekipin e PES e Rahovecit, edhe kjo na ka bërë që me marrat të mirën pe publikut, vetëm ato 10 minuta ta them që kanë qenë negative, edhe tjetrën pjesë domethënë vesmetet që na ka marrë anën pozitive edhe seriozisht na kanë kënaqur. I keni pas dy ndeshje të vështira, që thatë Rahoveci dhe Besa Famgaz janë dy ekipe konkurrente të ekipit të Kastriotit, kështu që po besoj që edhe këto kanë me qenë ta tre ekipe kanë musil deri në finale të play-offit. Çka e bëri dallimin në finale, Lulzim? Publikën e përmendëm që ka qenë forcë shtesë, po në aspektin e lojës taktikisht ku e bëri dallimin ekipa ju ndaj kundërshtarit? Taktikisht na
them drejtën jo vetëm për PM, por edhe për Ravecin ka pe lojës fundit që kemi luajtur në Rave, ndeshjen kampionale, kemi fillu përgatitjet gati 2 javë ose 3 javë nëse s'gaboj. Kemi fillu përgatitjet për këtë Final Four. Ne kemi përgatitur veten ashtu psikikisht që do të arrijmë finalen, pa marrë parasysh shurtit cila do ekip që do të na bjerë. O tjetë Vraveci, o Peja, ose Vushtria, nuk ka posë rëndësi. I kemi analizu të 3 ekipet që cila do që tjetë, ta përgatitur veten që finalen t'jemi 100%. Shurti deshti që të luajmë me Ravecin. Ravecin e kaluam me shumë mund, u po dhe në loja jo. Ndërsa të nesëret kemi pushuar mirë, kemi bërë seanca relaksuse ku do ta përshëndes patjetër doktorin ton Fatlom Ademin, cilën na ka nejtur shumë ofër dhe na ka ndihmuar shumë për rikuperim. Edhe pasoj kemi mbajtur super analizat e trajnerit ton të mirë Verem Zherga, ku me një fjalë nuk do ta quaj analist fail, po do ta quaj një ripërsëritje të cilët i kemi bërë javët e kaluara. Edhe kjo na ka ndihmuar më shumë ditë që na pak a shumë i kemi ditur që i kanë pikat e dobta Peja, edhe kjo na ka ndihmuar që na vetë ti rifreskojmë ato mendime, ato aksione, ato sene që kemi më bë, patjetër, edhe vetë me veprën në lojën të diellën. Edhe do thotë kjo kun vetë se e para përgatitur që edhe më herët duke ditur që kam u majt edhe në Ferizaj edhe normal është ka qenë temi ajo pjesa kulmore ku edhe në shpall fitues të kupës. Okej, a i rrit kjo ambicjet edhe a e ka ndryshuar temi atë mendsinë, sepse mendoj që një pjesë e madhe në sport është komplet pjesa mentale se si përgatitesh mentalisht. A e ka ndryshuar ose a ardhe edhe një motiv shtesë tash për pjesën e play-offit tek lojtarët që shetin në stërvitje edhe komplet njerëz që vinë rreth klubit. Po, kjo patjetër i ka rrit. Faktikisht në ambicjet tona kanë qenë vetë se të luftojnë për titull edhe për kupën e Kosovës, po duke e porë tash situatën që ne i mojtëm 2 ekipët më konkurrente, në Besën dhe Ravecën në Ferizaj, me rezultatet ngushta, po prapë është një arritje, një fitore e madhe. Kjo na bin neve që pse jo, kutan edhe gjysmë finalen e play-offit kundër Besës, shpresojmë që ta kalojmë edhe në finale me Ravecin. Mundim, kjo na jep neve një siguri dhe një bindje shumë të madhe që nëse kemi mundur për 2 ditë, 2 super ekipe ti mundim një pas një, shka kemi ne që sunimujmë pastaj kur të pushojmë, kur të jemi ala më të fortë. Po. E përmendëm që këto 3 ekipe kanë me qenë konkurrente për titull, po apret me pas atmosferë të ngjashme ose publik në palestra tjera, se kjo ndez në farë rivalitetit e tifozit edhe të qytetarët, që referizojë mush pse se mushim Ravec ose Mpej ose Mushtri Kodo. A mundet me konë këni farë pike ku të paktën ky finishi i këtij sezoni 2024-2025 me qenë më i zgjartë në palestra që shopom edhe në Ferizaj në Bill Clinton. Unë po shpresoj shumë. Raveci veç vitin e kaluar me sa kanë po disa lojë të njohur ku kanë luajtur në gorat evropiane, solla ka qenë kogja e mushur. Edhe shpresoj që ti ndez ai zjarri brenda publikut që prap të kthehen, prap ti përkrojnë ekipet e tyre. Po te Besa nuk po as gjatë këtij sezoni, as vitin e kaluar, as gjatë gorave evropiane ndezjen e publikut, nuk e di pse. Ndoshta kanë probleme të tyra, nuk po di. Nuk moj ta tham asgjë, nuk pretendoj shumë, nuk mendoj shumë që Peja prap ka më rikthy atë publikun e mëhershëm. Ndërsa te Raveci prap moj një bindje që mundet me bë diçka se tek e fundit ata do të më mbrojnë atë titullin e vitit kaluar kampion, edhe kanë më konë ndoshta më të përgatitur. Shpresoj që do të jenë më përgatitur se me të vërtetë ka seriu të u kthy si vjet. Pa diskutim. Mirë, po du me fol tash pak në përgjithësi për sportin e handbollit, këtë rast në qytetin e Ferizajt. Pse ose qysh e ke vrejti, cila është arsyeja që djem të ri, sepse edhe qikat e kanë një ekip shumë të mirë, domethënë konkurrente, madje në mysafirën që kom pas Lerin tregoj që janë 2 ekipe, pra pse në qytetin e Ferizajt ka vullnet dhe pasion për handballin. Është kjo për nga e kaluara si tradit, sepse ndoshta ti ke mujt me zgjidhje në sport tjetër, edhe futbolli ka nxjerr kogja talentat nga qyteti juaj, po pse ka një qësi vëmendje sporti i handballit në qytetin e juaj? A më nëshë nga tregu si sportist? Po, nuk e kam rriun atë kohën e burcit legjendor, them ashtu, kundër shumë ekipe super të moja që kanë luajtur kundër ku ta dijon e ish Jugosllavinë e mëhershme. Po kjo i kalon gjenerotat tona më të vjetra që janë prend tan, shoqërinë tonë të prendve gjyshve, kanë lënë atë traditën e madhe që prapse futbolli, basketi, volejbolli, që kanë më pas rëndësinë vet në Ferizaj.
Po handballi u kona që ju ka fleq, ajo që e ka nisat zjarrin e madh me fillu në sport. Edhe kjo ma mërmene që ku më konë ka qenë arsyeja kryesore që prejnë tane shumica sportezë në Ferizaj i kanë shtyjë fëmijët e vetë që okej, provoj futbollin, provoj lejbollin, po shikote handballin pak më shumë se është një farë atmosfere më e mirë. A të ka ndodhur ty që është për ndërprej? Po ka qenë e vërtet. Unë kom provu fillimisht me basketball. Në atë ku ka qenë aktiv klubi basketbollit në Ferizaj, Kastrioti. Edhe e kom po që është në rregull, po nuk e kom ndjejat kënaqësinë e sportit shumë mjaftueshëm. Në atë ku kam posur fotin ta kem me Flamur Salion, prindi i tij i cili më ka shtyr shumë filloj me handball, i ka po potencialet e mia që basketi dhe handballi përafërsisht kanë kcimet, shpejtësinë, mbrojtjen, i kanë përafërsisht disa elemente të njëjta. Taktikisht luhet pak më fuqishëm po. Edhe ka thonë, okay, Burçi ka qenë Kastrioti tash për rikthehej. Në atë vit unë kam filluar veç vitin 2009-2010 me handball. Atë vit kanë lu viti por ka lu Kastrioti kundër ish kampionit Evropës Gummersbach, ekipës gjermane. Edhe ka thonë, okay, hajde shikoj një lojë. Ma vonë shikon ti ai asi përgjithësi. Besoj ka qenë atë publike e madhe, atë emocioni i madh që jam kënaq që nuk ka shkuar 2 ditë dhe pas 2 ditë më herë kam filluar me handballin edhe Kemi mbitur deri këtu. Shumë mirë, shumë mirë. Përveç saj, Luli është edhe reprezentues i kombëtarës Kosovës për shumë vite. Po du pak edhe te pjesa e kombëtarës me u ndal, pastaj edhe një pjesë tjetër. Është që ka rritje të kualitetit ndër vite, edhe te kombëtara, por në përgjithësi te handballi, handballi tash në kushtet më ndryshe po evoluojnë gjanat, janë mundësitë jo vetëm në një trajning që e kanë në ekip, janë mundësitë shumë më të mëdha për me avancu në krejt mënyrë se fizikisht ashtu edhe taktikisht, pra a ka në qëtë aspekt ndryshim pozitiv prej për shembull viteve kur kenisti që përmendën 2009-2010. Se është një periudhë gjatë. Po, është ka një periudhë gjatë edhe është ka një farë ngritje super e madhe them ashtu. Tash po fuli për kohën e përfaqësuesës, unë jam antar i përfaqësuesës qysh prej vitit 2018-19. Edhe në atë kohë unë kam qenë 21 vjeçor nëse s'ka bëj. Po ekipat që kanë qenë bora kryesore, thema e shtatja kryesore, kanë qenë 3 në mush. Kjo ka bëu që tash pas 5 viteve, çaj bron të pjekët, siç thallë te fitnessi, kanë ardhur shumë gjëra të mira që mundesh me përparu edhe individualisht, nëse nuk je zboshku ngrumbullim me përfaqësuesën, ekipi, fitnessi, kanë bërë ka koha që ki mundësi sa dush, vet a do ti. E kështu që është një ngritje super të madhe, kjo ka dëshmuar normalisht edhe me rezultatet tona të përfaqësuesve që kemi pas, edhe pse kemi breng akoma atë kualifikimin evropian ose botëror, po shpresojmë që do të bëhet, edhe kemi këtë mundësi kësaj here, kështu që ngritja ka ekzistuar dhe shpresoj që kësaj here jepet edhe mundësia me realizu që dëshirë, por prapë në handball për sportet kolektive vetë se kemi arrit, edhe pse me gjëronat të reja me marrë pjesë edhe kam qenë pjesëmarrë e radhës të kampionatit botëror, edhe pse për grupë mosha 3 prapë është kampionat botëror, kemi pasur edhe te vajzat edhe tek mashkujt, bile kemi këtu dikan studio një prej atyre si medale që ju japën djemtëri. Po lloj minjohet që na kanë dhëru këtu, kemi pasur 2 reprezentues këtu në Prishtinë fitun trofeun që u mbajt pra me shtetet edhe të Afrikës, po edhe disa prej Evropës. Mirë, Luli, a mundet me u jetu si handballist në Kosovë? Po të vetë ashtu personalisht. Ndoshta mundemi numru ata që janë pjesë e përfaqësuesve, kanë themi përvojë, kanë mundësi me jetu pi sport, por përgjithësi handballi ofron kushte që ti më marr 100% me handball. Po flasim në përgjithësi. Apo varësisht pe klubet. Po të kuptoj, po fatkeqësisht nuk e kemi më real akoma çat pikë. Ndoshta është edhe rana dhe është mjeruese me thon, po tash po fuli për ekipin tim, ndodh që 75-80% e lojtarëve tonë angazhohen në përpuna tjera deri në ora 3-4 bazite, e do të mu orë në stërvite për 6-6 me dhoni 100%. Kjo është mjeruese, kjo po fuli vetë për ekipin tim, po ndodhet në gjitha shtetet e tjera. Ndodhen në sporte tjera, prandaj. Shpresoj që do të vini kohë sa më e mirë që si sa tipi sportit handballit të jetohet, një sportist të angazhohet vetëm me sportin e handballit, të qohet në mëngjes, të ha ushqimet e veta me vitamina, të shkon në fitness, ta bën rikuperimin e mirë, të vazhdon me shëritjet e mbrëmjes, të jetë 100% aktiv vetëm me sport. E jo të mbojmë në mendje
mësora ka me vazhdu në punë, a do t'jetë dikush në punë, Apo lodha në servite, se nuk janë besoj janë ngarkesa, nëse jo fizike, dikush kam i përballu janë psiqike, janë shumë trona se me menu që të për llogaritëm që një vikend, një çtune ki me pos një lojti, e dush me llogarit ti, a mundesh me arrit në lojë për shkak të punës a jo, është shumë e rëndë, po kjo është realiteti thujna me një fjalë ashtu në Kosovë dhe na i më pajtu, këtë lejtarët i mi pajtu për këtë sen edhe do zoti bëhet ma mirë edhe më rrinë në atë pikën që e mbullit të arrin këtë kulmin e sportistit të aman të jetë sportez dhe jo edhe punëtor, po nuk e di, është gjendje e rëndë, për momentin nuk është asi wow të sheshojnë publika, nuk është njerëz të sheshojnë i sportës të knoqe. Edhe ne kemi heka shumë, edhe na sakrifikojmë shumë. Me kon sportës është tepër vështirë. Domethënë dush me lon anash, për shembull, vikendet, je çdo ditë në ushtrime, nuk e din kur mund të ndodh, për shembull, ndrimi i orareve, normalisht është vendosur se ti e ke marr domethënë detyrën e ke marr vendim që do më bëj sportist, nuk mundesh me najt, domethënë po flasim për një sportist elitazh, nuk mundesh me dalë mbrëmje, hub shumë për shembull ndoshta aktivitete familjare, për shumë arsye ndryshme loj, udhime, gjëra të tjera, për çato është ndoshta edhe mirë me tregu çit pjesë, sepse është realitet i sportit në përgjithësi se ka edhe sporte të tjera, hajde ta heqim futbollin që është numër 1, ndoshta edhe basketbolli, sporte të tjera, patjetër duhet me bu edhe punë të tjera, prandaj kom qef kanë mi prek këto tema se është e rëndësishme kushdo që nin, ma merr mendja që stabiliteti që krijohet nuk do të thonë vetëm me fitu titull, po me bëni një bazë ku po ne me vjen edhe krym punën 100% se është punë tek e fundit, edhe ti e mon familjen, besoj se cilën është çdo dy lojtar të ti ka edhe fëmijë. Prandaj e shtrova këtë pyetje edhe po duam të di cila është rutina e lulëzimit. Po flasim gjatë javës kur e din që ki loj për shkak shtunës së diellën, e di që ka një ditë ushtrimin është edhe 2 nuk e di na tregon programin, po besoj që edhe jashton edhe diçka të ekstra që me kon në formë, me kon më mirë se kundërshtarin poziton etj etj. Normal, unë vetë se 6 vitet e fundit jam 5 herë më i mirë në Kosovë. E kjo nuk ka veç rastisht tam ashtu, kjo vetë normal ka do shumë punë, ka do shumë sakrificë. Unë jam njëri për aty në sportistëve që edhe baj punën, po edhe sportin jam sa do pak energji që më ka met, a pet çat 100% e shpenzoj edhe tentoj që në shpem me shku vetëm për me fjet, nuk kom met energji për tjetër gjë. E kjo na ka hup shumë saktë thonë ti që kemi hup shumë roste me shoqëni që s'kemi mujt me dal më knoq, shumë evente familjare që u desh me anulu për shkak të sportit. E rutina e lulëzimit është shumë e thjeshtë, zgjohet mëngjes, normalisht e fillon ditën me punë. Pas punës e kam një pushim të vogël, një orë e gjysmë sa të relaksoj trupin tim. Vazhdoj me ushqim, përgatitna për stërvitjen e mbrëmjes. Pas përfundimit të stërvitjeve ne shikojmë se kemi gjendje se ndonjë ditë do të jemi të lodh më shumë, do më dhe më pak. Angazhohemi me fizion, bëjmë disa seanca relaksuese edhe detyra është vetë në shtëpi me pushu, më përgatit për ditën e nesme. Ndërsa çit javë ka qenë pak më rutinë e ndryshme, se kemi marrë një pushim ma gjatë normal më përgatit edhe faleminderit për bordit edhe me iniciativën e kapitenit Ronit kemi bërë një karantinë prej të premtës deri të diellën. Kjo na ka ndihmuar besoj shumë të gjithëve se të gjithë kemi qenë bashkë, të gjithë kemi analizuar lojë bashkë, kemi diskutuar bashkë. Keni ngër buk bashkë në konçkësht me një fjalë që kjo është rutina e një sportistit të cilët do. Çto 3 ditë tonat në Ferizaj tash po foli, kanë qenë ato 3 ditë të cilët një sportist do t'i jetoj çdo ditë, jo vetëm 3 ditë kanë, e vërtet. Po e njëjta ndodh, po duhet ta me diskutu, shembulli është edhe me futboll ku japën para shumë të mëdha, nxjerr shteti tregon që ka sponsor që ose ekipe që përfitojnë 1,5 milion, 2 milion, 700.000, domethënë janë para që mundesh me shty, po vetëm në moment pjesa më e madhe s'po duam i nda me emra, domethënë është kur shkojmë përgatitjen në Turqi. Domethënë veç atë pjesën e shoh që janë si ekipe tjera, sepse kam pas mundësi edhe me bo vizita në disa ekipe, domethënë me orar ku në 8 hatë mëngjesi, ka pushim, pak fitness ose fitness pak vrap, masane mas ditë treningu i mas ditës, pushim prap edhe në trening. Domethënë veç në çet formë se jashtë për çato japën çato parë shumë të mëdha, po do është edhe ti me kon tamam 100% me klubin edhe me ata që bën kontratën, po shpresojmë që në përgjithësi edhe shumë
kam një bindje nëse ndodhen lojrat mesdhetare të na 2030-ën, ka më ndryshuar edhe perspektiva e sportit. Kështu që shpresoj që mos dështojmë njerë në organizim edhe pastaj Ka me qenë një ngjarje shumë e madhe, shpresoj që organizimi i sportit ka me qenë mirë, se po fuli tash për handball, po du më lidh me këtë pjesën e lojrave mesdhetare që shumica shtetëve cilët kanë ardhur, po fuli për përfaqësuesin e Kosovës, cilët kanë ardhur në Kosovë me lujt, e kanë posat binin që akoma jemi në luftë, akoma jemi në zurpe, jemi në terr, nuk kemi kur gjë, e kemi dëshmu të kundërtën, i kemi pritur mirë, i kemi kallëzuar që kemi vende fantastike kudo në Kosovë, e shpresoj që kjo lloj organizimi të bëhet në lojrat mesdhetare dhe të gjitha shtetet pjesëmarrëse ta ndjejnë atë kënaqësinë e Kosovës, edhe pse jo të vinë ndonjëherë edhe për turizëm, për qef. Për qef. Shpresojmë që na e kalojmë që të provojmë as parë më nis sa më shpejt me kry punën tona, sepse vjen një mobilizim i jashtëzakonshëm, edhe për fund lulzim për këtë ata që përcjellin intervistën, një vajzë të re, një djalë të ri që don më marr me spunën e mbullë, çka i thot lulzimi, besoj që është pyetja jam që paraprakisht e bëj për krejt mysafirët, se nuk ka kush më mirë më na tregu prej kandit tina, secili ka ato ulje ngritjet ose dëshprimet, gëzimet e ndryshme, lëndimet e tjerë që vjen deri me një vendim me u marr ose mos me u marr, po çka ju thotë? Unë fillimisht para se me dol te fëmijët e vogël, kisha dol një herë te prind, cilët i kisha sugjeru që ose ai fëmijë jot qëndron 3 orë më së poku në rrjetet sociale, nëpër telefona, nëpër rrjete elektronike, unë ju kisha sugjeru që ata ta bojnë iniciativë spori me pru me një klub. Çka do të qoftë, nuk është vetëm sporti e mbull. Ka lloj sporte nëpër çdo qytet, ka që nuk mundesh më dhon hall ashtu. E kështu që spori kisha sugjeru prindë që t'i hopin pak sytë edhe të mendojnë për fëmijët e vet, për shëndetin e tyre, e jo vetëm t'i lojnë mbyllur edhe them ashtu t'i ratojmë, hajt vistjavojmë një telefon aty se në rregull jemi. Ndërsa fëmijëve dhe të gjithë atyre trive, 3 javë që kanë qef dhe kanë dëshirë me u mirë me sport, filloni, se gjithmonë ko me qenë ajo pjesa, hajtë dhe një njo, filloni tash, pe nesrit, pe mas nesrit, kur do që e keni qatë ditën e vendost, edhe besoni që nuk keni mu konë të zhgënim, keni me posën emocione ndryshme, keni mu konë të lumtur, keni mu konë të zhgënim, keni me përjetu loj emocione, ko me qenë një sen fantastik për jetën e tyre që ko me fillu ndoshta me sport, e kanë me mbejt aty. Unë vetë ju sugjeroj të paktën vetëm fillane, provoni si që është ndjenja më konë sportist. Edhe nuk do me thonë me konë sportist, më bëhet trener i mirë, refer, zyrtar, ka lloj deg prej sportit të cilat nxirren, tash varësisht ka shumë sportistë që nashte i kanë luajtur 2-3 vjet, po e kanë ndërprerje, e kanë po që nuk janë për sport, po janë për menaxhim administrativ, për board, për një lloj trajni. Ka deg ndryshme që prapo du mu lidh ajo që vetëm fillojnë, se keni me dol dikon nuk keni më konë zgjoni. Nëse kur gjë mund me përfitu nga disiplina, se sporti ka me një pej sanave kryesore ka disiplina, se ti s'mundesh me loja nis pezojmë 7, nuk mund me nis 7 në minutë. Ato ndodhin raste të ndryshme, po ideja është që mund të marr disiplinën, e cilën është shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin jetësor. Lulzim nëse ka diçka që s'kom pyet, edhe do me përmend. Këtë pjesën e falënderimit mos e bëhet se kom përpunë me pas sportistat. Besoj që kalu mirë një bisedë interesante edhe ma mërmendje që mësuam edhe për handballin e Ferizajt edhe më shumë në këtë intervistë. Ja, pa falenderoj nuk moj prapë se jam krenar që jam sportin në këtë emision. Faleminderit shumë për juve për ftesën. E vlerësoj shumë këtë emision pa marrë parasysh jo vetëm sportit handballit, po edhe për sportet tjera, gjitha ftesat që kanë qenë, gjitha episodet që kanë qenë fantastike, kështu që ju përgëzoj sportit për emisionin, një emision super i qëllum. Edhe faleminderit shumë për ftesën, ju dëshiroj shumë sukses. Shpresoj që jemi prapë. Po tjetër, herën tjetër nuk pranoj pa kupa. Domethënë në shtatë kemi po gabim kemi harruar. S'ka problem, po e bujna dyjat. Po shpresoj që ju ecë mirë, edhe ju uroj shëndet, fat, edhe performanca sa më të mira tuat personale, por edhe të klubit. Shumë faleminderit juni. Ishim me Lulzim Shabanin, i cili është pjesë e klubit të handballit Kastrioti nga Ferizaj, që fitoi Kupën e Kosovës në një organizim me atmosferë të jashtëzakonshme, na tregoi për përvojën, na tregoi për gjithçka që në kupë, por edhe për ambicjet që në play-off, ku besoj që kanë me qenë ndeshje shumë të mira, kështu që shpresojmë që takojmë pra bashkë. Kaqë për këtë interviste. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.